Zbardhet vrasja e biznesmenit italian pak ditë më parë në Tepelen. Policia e Gjirokastrës ka zbardhur ngjarjen e rëndë të vrasjes së biznesmenit italian Edoardo Sarki, ngjarje ndodhur në orët e para të së shtunës. Ai është një person që është shpallur tashmë në kërkim nga policia. Sipas policisë, autori është Kamber Sulçe nga Vlora, i cili punon si çoban dhe është shpallur në kërkim. Kamber Sulçe dyshohet se është konfliktuar me Edoardo Sarçin dhe shoqëruesit verbalisht për dritat e gjata të makinës dhe më pas 48 vjeçari e ka qelluar me armë. Nga atë shtonat humbi jetën biznesmeni italian. Policia njofton se ka sekuestruar nga vendngjarja automjetet e viktimës dhe shoqëruesve të tij si dhe 2 armë gjau. Gjithashtu ka sekuestruar automjetin dhe veshjet e përdorura gjatë krimit, si edhe 2.500.000 lek në valutat lek dhe euro, 3 armë gjau, municion për armë gjau mesatshme, municion për armë në vjas, ka 450 fara të dyshuara kanabisi dhe 2 kasaforta. Materialet tashmë i kanë kaluar prokurorisë së Gjirokastrës për veprime të mëtejshme, njofton ndër të tjera policia.